Infertiliteti është pamundësia për të konceptuar një shtatzani. Tek ne mendoj që është diku te 12-15% sipas raportimeve okazionale. Është një shifër e cila mund quhet shqetësuese. Mosha e gruas shtatzën është shumë e rëndësishme. Po përveç anës biologjike, shëndetësore, ka faktorë të tjerë të jashtëm që ndikojnë tek infertiliteti. Mënyra e ushqyerjes ka shumë rëndësi. Përdorimi i alkoolit, duhanit dhe drograve në të dy rastet. Fekondimi in vitro ose teknikat e riprodhimit asistuar janë disa teknika të cilat kanë një indikacion, një rekomandim për të bërë. Çdo medikament dhe çdo ndërhyrje ka faktorët riskues. Niveli i stresit tek çiftet infertile është rreth 40%, i krahasueshëm me personat që vuajnë me smundje terminale. Kemi parë shtatzani në situata të papritura, mbasi kanë hequr dorë dhe kanë thënë duhet bëjmë një pushim